Zjarret në Puk vjojnë të jenë aktive me vatra problematike në Gojan dhe Gjegjan. Ndërhyrja në teren po vjon si nga forca toksore ashtu edhe nga ajri, ndërsa situata paraqitet më e qetë në disa zona, por mbetet shqetësuese aty ku terreni është i vështirë dhe mungesa aksesit rrugor vështirësojnë punën e zjarfikësve. Në Gojan të Mall situata paraqitet më e qetë. Gjatë natës ka vijuar ndërhyrja në zonat aksesueshme nga mjetet zjarfikëse, veçanërisht në drejtimet ku flakët kanë avancuar, ndërkohë në pjesën e sipërme të Gojanit në zonën e Messhurllit, vatra është izoluar plotësisht. Më problematike paraqitet situata në Gojan të Vogël për shkak të afërsisë me zonat e banuara, terreni i vështirë dhe mungesa aksesit rrugor kufizojnë ndërhyrjen me mjete zjarfikëse. Për shuarjen e flakëve në këtë zonë po ndërhyjet nga ajri me 2 helikopter. Edhe në zonën mbi Gjegjan vatra vjon të përparoj, por aktualisht nuk paraqet rrezik për banesat. Forcat operacionale toksore po vjojnë ndërhyrjen ndërsa situata monitorohet në mënyrë të vazhdueshme. Efektivet e MZZ-s dhe mjetet zjarfikëse janë përqendruar pranë zonave të banuara për të garantuar mbrojtjen e tyre. Në terren janë dislokuar 40 efektiv të forcave të armatosura, si dhe mjetet dhe forca zjarfikëse nga MZZ-ja në Fusharës, Shkodër, Kamës, Has dhe Kukës. Institucioni i prefektit të Qarkut Shkodër në koordinim me AKMC-n dhe strukturat vendore qendrore vjon ndjekjen e situatës dhe koordinimin e operacionit në terren.